vëllezër musliman, Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy." Edhe na prej ujit e kena bërë çdo sen të gjallë. Pa ujë nuk ka jetesë, pa ujë nuk ka gjallëni, nuk ka mundësi me jetu as njeriu, as shpend, as kafshë, e as pemt, as çdo sen që ka kriju Allahu azza wa jall në tokë, nuk ka mundësi që ka shpirt me jetu pa ujë. E thot Allah subhanahu wa taala, një pi mirësive, mrekullive që ekziston Allah subhanahu wa taala është zbritja e ujit për qiellit. Ku thot Allah subhanahu wa taala, a e shihni ujin cilën na e zbresim për qiellit apo e nxjerrim për tokës? A ju po e zbritni ato apo na po e zbrisim? Kjo është një prej mrekullive të Allah subhanahu wa taala, që Allahu ekziston. Mirë po ky ujë, ky shi, momentin kur zbret me tepric, është një prej dënimeve të Allahut subhanahu wa taala. Thot Aisha radhiyallahu anha në hadithin që na transmeton Buhariu dhe Muslimi, së herë që u grumbulloishin rreth, e shishën fytyrën e pejgamberit alayhis salam frikë. U friksej ke se mos po vjen në i dënim për Allahut azza wa jall. Thot Aisha radhiyallahu anha pyeta një herë pejgamberin alayhis salam, o i dërguari i Allahut, krejt njerëz gëzohen kur të shohin rreth, se po bjen shi, e bjen bereqet, e anisim masani me lulzu, edhe me dal frutat e pemt, kurse të ti peshon një frikë. Thot Aisha, kush më garanton mu se ky shi nuk po sjell dënim për anës të Allahut azza wa jall? E reciton një ajet të Kuranit ku Allahu azza wa jall e përmend për popullin e Adit. Falamma ra'uhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha mumtiruna. Kur e kanë pa rreth duke ardhur drejtim të shtëpive të tyre, janë gëzu, ka thonë qëre po vjen tash bereqet edhe shi. E nuk e kanë ditë se kjo ka qenë dënim për ta. Erë e madhe për cilën Allah subhanahu wa taala thot, nuk ki mujt me pa asnjë sen përveç se shtëpijat e tyre. Pas një kohe, me një transmetim, thot një prej sahabëve, thot ka pas, kur e ka qu këtë dënim Allah subhanahu wa taala, i ka ngrit edhe kuajt edhe devet, edhe njerëz për erës të madhe i ka ngrit në hava. I ka qu, i ka bajt njerëz. E për ato është friksu pejgamberi alayhis salam se ky shi ka mundësi sjell bereqet. E pejgamberi alayhis salam është lut, e ka bë dua kur ka ra shi. O Allah, bën et bereqetshëm për neve, e mos e bë dënim apo kundër neve. Sepse ky e pomna ditë e kalume se çka boni shiu, çka bënë në vërshimet. Me këtë shi e me këto vërshime, Allahu azza wa jall e ka dënuar edhe popullin e Nuhit alayhis salam, të cilët nuk i besu Nuhit alayhis salam. Edhe thanë, sille në i dënim. Allah subhanahu wa taala e urdhënoi Nuhin alayhis salam me ndërtu një anije. Çka thanë ata mushrikat? 950 vjet Nuhi alayhis salam të thirrë fjalën la ilaha illallah, besoni Allah. Nuk i besojshin. Përveç një pakice shumë të vogël. Filloi Nuhi alayhis salam me marru anije. Keshen me ta. Midis rafri po bën anije kë. A jem menti, a jem vete. Kur ja nisi me rashi i madh, e thot Allah subhanahu wa taala, e çelëm ujin, e zbritëm ujin, shiun, prej qiellit edhe ujë pitoke. Ja nisi me lëndru anija. Nuhi alayhis salam djalit vet i tha hajde me neve, hyp me neve, jo tha po bëmë në hypim më e kodrës. Edhe s'ka mundësi me më arrit mu, për edhe kodrat i ka plëj vërshimi komplet. Kjo është një prej dënimeve të Allahu subhanahu wa taala. E këto dënime, thot Allahu subhanahu wa taala, janë për shkak veprave tona. Janë për shkak gjunaheve tona. Thot Allahu azza wa jall, falamma asabatum musibatun qad asabtum mithlejha, kur ju godet juve ndonjë fatkeqësi, ajo ka ndodhur edhe më herët para juve.
Fa qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Edhe pyetni ju se pika është kjo. Thuaj besimtarëve, thuaj njerëzve se kjo është për vetes juve. Wa ma asabakum min musibatin. Nuk ju godet juve ndonjë fatkeqësi. Përveç se për ato gjunohet, gabimet që i keni bërë. Për shkak gjunoheve tona Allahu zot na sprovon. E për shkak gabimeve tona Allahu subhanahu wa taala na dënon. E qysh e dënon, apo qysh e sprovon edhe në besimtar. Edhe njeri i cili i kryen obligimet e Allahut azza wa jall. Thotë Zeynep bint Jahshi e kom pyet një ditë pejgamberin alayhis salam, e nuhliku fina salihun, a ka mundësi mu dënu na? Nëse në mesin ton ka njerëz të devotshëm, ka njerëz të mirë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idha kathura al-khabath." Po, nëse shtohet e keqja. Momenti kur shtohet e keqja, atëherë s'ka mundësi çaj dënim, çaj vërshim me ka plua më godit edhe një besimtar. Për shkak se u përhap e keqja. E në transmetimi tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, njeri sprovohet në këtë dynja për shkak shtimit të keqës, mirë po në ditën e gjykimit të ringjallët, sipas njetit që e ka pas. Nëse është sprovu pa gabime që ju kanë, pa gjunohet mëdha, atëherë Allahu zot e shpërblen për çast provën që e ka godit. Për ata Allahu subhanahu wa taala këtë hadith që e ka thonë pejgamberi alayhis salam, Zeynep bint Jahshi që e ka pyet gruaja vet, e ka pyet për kohën e sahabëve, për cilën ka thonë pejgamberi alayhis salam, "Khairul quruni qarni", gjenerata më e mirë është gjenerata jam. E pastaj ata të cilët vinë pas meje, e pastaj ata të cilët vinë pas meje. Po gjeneratat e para për sahabët ka pyet Zeynep bint Jahshi. Edhe për sahabët ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka mundësi bu dënu. Nëse përhapet e keqe. Ajo e cila na mbron prej të këqijave, prej dënimeve të Allahut azza wa jall, prej vërshimeve apo tërmeteve, apo prej dënimeve tjera të llojeve të ndryshme. Ajo e cila na mbron do të flasim në hutbën e dytë, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Qad Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ndryshon gjendjen e popullit përderisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. E na do të më ndryshu. Thot Ibn Abbasi në komentin e ajetit ku thot Allahu azza wa jalla, "Wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim." Allahu azza wa jalla nuk e dënon një popull përderisa ti o Muhammed je në mesin e tyre. Pastaj thot, "Wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Edhe Allahu azza wa jalla nuk e dënon një popull përderisa ata bëjnë istighfar, kërkojnë falje pe Allahut azza wa jalla. Thot Ibn Abbasi, në kohën e pejgamberit alayhis salam, sahabët i kanë pas dy garancione që nuk zbret dënimi i Allahut mbi ta. Garancën e parë e kanë pas pejgamberi alayhis salam mesin e tyre. Edhe garanca e dytë është puni istighfari. Me vdekjen e pejgamberit alayhis salam, garanca e parë është shumë. Nuk ka më garancë në mesin tonë, nuk bjen ndonjë dënim. Ato çka duhet me bëna si besimtar me marrë garancën e dytë. Wa hum yastaghfirun. Me kërku falje pe Allahut azza wa jall. Ashtu sikur se Yunusi alayhis salam, kur është largu pi popullit vet, edhe ka gëlltit balena, edhe ka qëndru në barkën e balenës. Me ditë, çka ka thonë? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. O Allah, nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç se teje. I lartë madhreshëm je ti. Une i kom bo zullum vetvetes. Une i kom bo padrejtësi vetvetes. Une i kom bo gjuna. Thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili
lutet me duan, me lutje Nusit alayhis salam, nuk ka lutje që Allahu azza nuk e pranon. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Istighfar, me kërku falje pe Allahut azza wajel. Përderisa besimtari kërkon falje pe Allahut azza wajel, mbrohet pi sprova, mbrohet pi dënimeve të Allahut azza wajel. E dyta është urdhënimi në të mirë edhe ndalimi nga e keqja. Kjo është çka i bën besimtarët që mu mbrojt prej dënimeve të Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahliha muslihun." Allahu azza wa jall nuk e dënon një popull përderisa në mesin e tyre ka besimtar jo të devotshëm, po do të muslihun, ata të cilët mundohen mi ndresh të tjerë, mundohen me përmirësu gjendjen të tjerëve. Nuk mjafton që ti me koni devotshëm e mos me danu Allahu azza wa jall. Qysh me bashku hadithin e pejgamberit sa që ka thonë, pejgamberi sa po ka mundsi mu dënu nëse përhapet e keqja. Për shkak se Zeynep bintu Jahsh e ka pyet pejgamberin sallam, "Wa fina salihun." Mesin ton ka njerëz devotshëm. Nuk ka thonë muslihun, nuk ka thonë njerëz devotshëm të cilët mundohen me përmirësu gjendjen e ummetit, gjendjen e popullit. Jo. E ka pyet, ka njerëz devotshëm. E Allah subhanahu wa taala thot, Allahu nuk e dënon një popull përderisa mesin e tyre ka njerëz që mundohen me përmirësu gjendjen. I thojnë dikujna, nalo se s'bën që kjo, nuk bën kjo. Për ata Allahu azza wajal kur i ka dënu Benu Israil, të cilët ja kanë ndalu vetës me peshku në ditën e shtunë. Ka unë haram me kena në ditën e shtunë në zonë peshë. Allah subhanahu wa taala i ka shpëru në ditën e shtunë mësë shumë të i ka pas peshë. Në ditëve tjera, kur kanë dalë në peshkim, kanë zonë sa për ushqim. Po jo me bo biznes, me bo pare. Tash një prej tëne, çka ka thonë? Ka thonë nga, pe bojna një hile me Allahun. Pi gjujna mrejzha të rjetat tona, në të pramë të ndromje, ato në shtunën kapën në rjetat, në ndilën shkojnë edhe në zerën. Në spëndzojna përshi ndilën, në shtunën, në ndilën për në zerën. Realisht, ato në shtunën një në zonë. Ato në shtunën shpesh herë, kena dhe pikësi lloj muslimanëve që janë jahudin në zemrat e tyre, e vinë e këshyrin kësi dallavere, sikur një herë një farhaxhie, tha, kesh ta tu i shkatru tha shkijet. Pse? Tha kesh tu i shit drogë me të madhe. Menon tash se halal është mja ushit tjetër kujna. Do veç muslimanëve s'bën. Atjerëve shiti mytë sa dush. Drogën e ki haram me shit si muslimanit si jo muslimanit. Por ata kokse njerëz të cilët një sikur Benu Israil e kanë gjujtë rjetën në ditën e premte, në shtunën një në zonë pershit, në dilën ata i kanë të rjekë. Allahu azza wa jall i ka dënu këtë popull, po jo veç ata, edhe ata të cilët kanë hesht. Jo ndo 3 grupe, disa kanë thonë, halal është me nëzonë, disa kanë hesht. Ne të bojnë që dojnë Allah, këta e kanë punë me vete, ne e kemë tonë, që më përzi. Edhe një tjetër jenë largu, ka thonë, na nuk hina në haram, sa është haram. Kjo është dallaver, është hile me Allahun azza. Këta kanë shpëtu. Ata të cilët e kanë bërë këtë dallaver, edhe ata të cilët kanë hesht, Allah subhanahu wa taala i ka dënuar të dy parë. Por ata nuk bën me hesht kur të shënë të keqë. Për shkak se kur vjen dënimi i Allahut të merr edhe ty edhe tjetrin. Po duhet mi tregu atina, mos e zbën kjo. Mos e me vrot dikon është haram. Me shit drogë është haram, e me bë senet këqija është haram. E menal, me kap për dorë edhe menal. Nëse, thot Allah subhanahu wa taala, nëse ka në mesin e ju, ata të cilët ndalojnë nga e keqja, Allahu azza nuk e dënon atë popull. Allah subhanahu wa taala nuk e dënon. Mirë po, momentin kur shkatrohet ai popull, edhe nuk i intereson ata të cilët janë të devotshëm, e këshyren veç veten e tyre, e nuk mundohen me i përmirësu të tjerët, Allahu azza e çon dënimin. Thot pejgamberi al-Islam, hadithin që në transmeton Tirmidhiu me senet të vërtet, "Walladhi nafsi bi yadi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam, pasha Allahun, ose keni me urdhën të mirë edhe me ndalu nga e keqja, ose vallahi,
Allahu azza ka më zbrit në dënim pe dënimit të vet. Është betun Allahu azza wa jall pejgamberin alayhis salam. Ose keni me urdhën të mirë e me ndalun nga e keqja, ose vallahi ka mundësi që Allahu më zbrit dënim ju. Që ta vllazni do të sa më shumë jo vetëm me kthyer veten tonë. Me kthyer veten tonë mas pari, pastaj familjen tonë e pastaj rrethin ku jetojmë më mundu, me urdhën të mirë me ndalun nga e keqja. Kështu që Allahu subhanahu wa taala mos më na sprovu me sprova të ndryshme e mos më na dënu me dënime që Allahu azza wa jall din se çush I ka dënuar edhe popujt e mëhershëm e din çush me dënu edhe neve. Elusm Allahu azza wa jall që këto vërshime, këto sprova të jenë të fundit për vendin tonë. Elusm Allahu azza wa jall të na fal. Wa yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.